Në leksionin e mëparshëm ne u njohëm me bazat e ndërtimit të faqeve të internetit. U njohëm me HTML dhe CSS, që janë sintaksa e kodifikimit të faqeve të internetit. HTML, sistemi standardizuar për të etiketuar tekstin. CSS, fletë të stilizimit të shkallëzuara për të stilizuar faqen e internetit. Pam se si ndryshonte një faqe internetit e ndërtuar vetëm në HTML nga një faqe e ndërtuar në HTML e me CSS. Sot do të përqendrohemi tek instrumentat, tek veglat e punës informatike që na nevojiten për të plotësuar qëllimin ton. Në radhë të parë janë kompjuteri dhe një shfletues të cilët natyrisht që i kemi përderisa po komunikojmë. Përmendëm radhën e kaluar se aktualisht shfletuesa më të vlerësuar janë Google Chrome, Mozilla dhe Opera. Ju do të përdorni shfletuesin që ju duket më i përshtatshëm sepse pak ndikon në praktikën tonë. Por përveç tyre ne kemi nevojë edhe për një blok shënimesh. Kompjuterat janë të pajisur me një program të tillë. Emërtimet sipas gjuhës mund të jenë në kompjuterat tuaj të shkruar notepad apo bloko note e tjera. Megjithatë, unë do të rekomandoja që të zgjidhim në punën tonë ndër dhjetra bloqe shënimesh që janë në rrjet Sublime Text. Ne krenohemi për lartësinë e gjuhës tonë, por kemi edhe një përparësi që jemi në gjendje të shkruajmë fjalët ashtu siç dëgjojmë, ndryshe nga të huaj të cilët kanë nevojë të gërmëzojmë fjalët, duke pyetur si shkruhet kjo, sepse alfabetet e tyre janë shumë të vjetër dhe gjuha ka evoluar, fjalët janë ndryshuar, ndërsa fjalori ynë është relativisht i ri. Nëse të kthehemi në temë tek bloku i shënimeve Sublime Text ose pa gërmëzime sublime. Nëpërmjet motorit të kërkimit Google, gjejmë programin që dëshirojmë, atë që rekomandova unë. Shënojmë në motorin e kërkimit Google Sublime, siç e dëgjoni. Dhe ja Sublime Text në kryet të listës së faqeve që e ofrojnë këtë program. Atëherë e shkarkojmë programin në kompjuterin ton duke klikuar download. Nëpërmjet faqes zyrtare të Sublime Text, ne zgjedhim versionin e përshtatshëm sipas sistemit operativ të kompjuterit që kemi. Për shembull, nëse keni një sistem operativ Windows 64 byte, atëherë duhet ta shkarkoni nëpërmjet duke klikuar në këtu. Provojmë për ta shkarkuar këtë nëpërmjet për rastin tim, unë kam zgjedhur Windows Portable version. Dhe ja, Sublime Text është gati për të shkarkuar. Mjafton të klikojmë Save As. Programi është duke u shkarkuar, 3, 2 sekonda, 1, dhe ja, Sublime Text është shkarkuar në kompjuterin tuaj. Tani është e nevojshme që programin ta instalojmë në kompjuterin tuaj. Mjafton të klikoni doppio klik mbi Sublime Text dhe procedura do të fillojë. Ndiqni hap pas hapi kërkesat që ofron instalimi i këtij dhe më në fund ju keni në kompjuter Sublime Text. Ja simboli i tij. Hapim Sublime Text duke klikuar mbi të për të parë panoramën e tij. Kjo është panorama e Sublime Text që do në shoqëroj gjatë gjithë kohës programimeve të HTML e CSS. Është një editor di tekst, si thuhet në gjuhën e huaj, në cilën ne do të përpunojmë të gjitha programet tona për të mësuar në programimin e faqeve të internet nëpërmjet HTML-s e CSS-s. Le të kthehemi për pak çaste tek koncepti i HTML-s. Sistemi standardizuar për të etiketuar tekstin. Kështu e kemi përcaktuar. Po, ç'është një etiket? Një etiket është një fjalë e kufizuar ndërmjet shenjave matematikore më e vogël dhe më e madhe. Kjo fjalë është për shfletuesin e kompjuterit tuaj një komandë, një instruksion se si do ta interpretoj tekstin shfletuesi i kompjuterit. Zakonisht teksti i cili duhet interpretuar do dhe ndërmjet dy etiketave.
asaj të fillimit dhe asaj të mbarimit, por jo gjithmonë kështu. Cilat janë disa nga fjalët që përdoren si komanda për shfletuesin e kompjuterit? HTML sinjalizon fillimin dhe mbarimin e dokumentit tuaj. Kërkon paraqitjen e fillimit dhe të mbarimit. HTML e fillimit, HTML e mbarimit. Body sinjalizon trupin, hapësirën ku do të përpunohet programi juaj. Kërkon paraqitjen e fillimit dhe të mbarimit. Në këtë hapësirë mund të ketë tekste, imazhe, fotografi, video, formail, etj. Div paraqet një blok brenda trupit, kërkon paraqitjen e fillimit e të mbarimit. Mund të ketë tekst, imazhe, fotografi, video, formail, etj. BR sinjalizon shfletuesin se në tekst është kryeradhë, nuk kërkon paraqitjen e mbarimit. IMG sinjalizon shfletuesin se bëhet fjalë për një imazh, nuk kërkon paraqitjen e mbarimit. Etj. Fjalë me të cilët do të familiarizoheni gjatë kursit. Se si është konstrukti, skeleti i një dokumenti në HTML, do ta paraqesim nëpërmjet shembullit në figurë. Fillimi dhe mbarimi i dokumentit kufizohet nga etiketa me fjalën HTML e fillimit dhe HTML e mbylljes. Kreu apo koka e dokumentit ndodhet ndërmjet tag head. Ndërmjet këtyre dy etiketave ndodhet dhe teksti i titullit dokumentit ton. Tag, title e fillimit dhe title e mbarimit. Instruktojnë shfletuesin e kompjuterit që këtë tekst ta interpretojë si titull. Këtë do ta shikojmë edhe konkretisht. Nëpërmjet tag body e fillimit dhe body e mbarimit, ndodhet pjesa aktive e programit që siç e përmendëm mund të jenë tekste, imazhe, fotografi, video etj. Kur ju rekomandova Sublime Text si editor teksti, pata parasysh lehtësinë që krijon ai për programatorët, duke ja testuar punën në përpunimin e tekstit. Këtë grup etiketash Sublime e ndërton vetëm me 2 klikime. Është si të thuash standardi i çdo dokumenti në HTML, të cilën programi ja bën gati programatorit në bazë të logjikës informatike që është ndërtuar. Për ta parë konkretisht këtë, hapim Sublime Text. Siç dini nga përvoja juaj, një dokument për të cilin do të punojmë përpara së gjithash duhet të t'i vëmë një emër dhe ta shpëtojmë. Në këtë rastin konkret, për shembull, ne mund t'i bëjmë emërtimin prova dhe mbaresën .html. Pra është një dokument në HTML. Unë po e shpëtoj në desktop, të cilin në rekomandoj edhe juve për ta bërë një gjë të tillë për lehtësi. Dokumenti është shpëtuar me emrin prova HTML. Shiko sa lehtësira krijon vetë programi. Mjafton të hapim tagun e parë HTML. Shkruajmë H dhe vetë programi të nxjerr një sër variantesh se cilin do të zgjidhësh ti. Ne natyrisht duam të shkruajmë tag HTML. Shiko, programi vetë në mënyrë automatike e bëri gati programatorit që të vazhdoj menjëherë në programimin e pjesës aktive që ndodhet midis tag body e tag body të mbarimit. Provojmë të shkruajmë një fjalë këtu. Për shembull, kursi për sot mbaroi.
keni parasysh këtu në anën e djathtë ndodhet një rreth që kur afrojmë mausin kthehet në një simbol shumëzimit në matematikë. Kjo tregon që dhe na kujton që dokumenti është i pashpëtuar dhe duhet ta shpëtojmë, për arsye që të përmbaj brenda edhe përpunimin e fundit që i kemi bërë ne. Për këtë, ja vetë na e thot, do të ta shpëtosh? Po, dhe ne shpëtuam këtë dokument. Shikojmë si do ta interpretoj browseri këtë program të vogël që ne bëjmë. Shkojmë tek dokumenti ynë prova HTML dhe e hapim nëpërmjet browserit përkatës sipas kompjuterit tuaj. Teksti që ne e shënuam aty dhe emri i dokumentit prova HTML. Provojmë ta përpunojmë akoma dokumentin, duke e hapur nëpërmjet HTML-s, Sublime Text. Për këtë mjafton të kalojmë tekstin që kishim përpunuar. Shiko, këtu ne nuk kemi shënuar titullin e programit tonë. Për t'i vënë një titull, për shembull, mësimi i parë. Mësimi i parë. E shpëtojmë këtë nëpërmjet Save as. Yes. Shikojmë si do ta interpretoj browseri tashmë që shënuam titullin. Mësimi i parë. Vetë tagët, title fillimit dhe title mbarimit e instruktojnë browserin, shfletuesin, që këtë ta konsiderojë si titull, ndërsa vetë tekstin që ne shkruam kursi për sot mbaroj, e interpreton si një tekst standard për arsye se ne nuk kemi ndërtuar stile dhe shkrimet e tjera të cilët do të mësojmë në leksionin e ardhshëm. Mirupafshim për në leksionin e ardhshëm.